Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës për gjitha shenjat e horoskopit. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Por ndërkohë ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Atëherë, jemi te energjia e shenjës së Ujorit, energji të shenjave të Zjarit, që jeni ju vetë, dhe kemi energjinë e shenjës së Akrepit. Gjithsesi, në fillim të javës, ju shoh që jeni duke manifestuar në lidhje me një dashuri për të realizuar diçka, ndoshta për të qenë me këtë person, për të pasur një takim, që marrëdhëniet tuaja të shkojnë sa më mirë. Ju mund të jeni duke manifestuar në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje dhe me teknologjinë. Dhe në mesin e javës ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Ju i vendosni qëllime vetes, të mbyllni diçka që nuk ju shërben më, diçka nga e kaluara për të bërë një fillim të ri. Dhe unë shoh që ju presin surpriza pafund. Kjo ka vlerë si në lidhje me njohjet që ju keni. Ju lini mbrapa të gjitha vështirësitë që keni pasur në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por dhe për të bërë fillime të reja. Dhe këtu shoh surpriza pafund në lidhje me ju. Për pjesën tjetër, mund të keni qëllime në lidhje me negociata të ndryshme, në lidhje me një kontratë. Mund të jenë kontrata shtëpie, kontrata pune, kontrata martesore, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Gjithsesi, është një fundjavë shumë domethënës, sepse unë shoh një transformim shpirtëror, ndryshime të mëdha që vinë në jetën tuaj, dhe ju i keni vendosur qëllime vetes në lidhje me ndryshimet që ju doni të bëni këtej dhe në vazhdim. Gjithsesi, shoh realizime, ndryshime të mëdha, qëllime, kontrata të ndryshme, një transformim shpirtëror, por dhe ndryshime në çfarëdo lloj fushe të jetës tuaj. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë fillojmë me energjinë tuaj. Jemi te Kulla, energjia e Kullës, energjitë të shenjave të Ajrit dhe energjinë e shenjës së Peshores. Në fillim të javës shoh një ndryshim të madh. Ju mund të keni ndryshime të papritura që do vinë tek ju. Kjo mund të ketë lidhje me një dashuri të re, shoh që ju jeni duke menduar seriozisht në lidhje me një udhtim ose që ju të shkoni drejt një personi, por shoh që keni frikra në lidhje me këto ndryshime që vinë në jetën tuaj, sepse ju dëshironi të jeni të balancuar, ose dëshironi që të jepni dhe zgjidhje situatave në lidhje me një dashuri. Në rastin tjetër shoh që ju diçka prishet, diçka rrëzohet aty, por kjo vjen me një qëllim, për të ndërtuar gjëra të reja dhe më të sigurta, ose për të ndërtuar gjëra të sigurta në jetën tuaj. Mund të jetë që ju dëshironi vërtet një njohje, një lidhje ose një marrëdhënie që t'ju japi siguri. Dhe shoh që ju do filloni të ndërtoni këto, por ju keni frikë se mos zhgënjeheni, ose mund të them që duhet keni kujdes dhe në lidhje me një zhgënjim. Kjo mund të ketë lidhje në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet marrëdhëniet, mund të ketë lidhje me ndryshime të mëdha që ju kërkoni në lidhje me shtëpinë, me familjen. Dhe aty mund të keni krijuar dhe shumë mendime në lidhje me këto ndryshime dhe ju shoh që sikur edhe mund të mërziteni pak. Gjithsesi, në fund të javës shoh që ju do harrini të balanconi situatat, të vendosni një lloj ekuilibri, si në lidhje me marrëdhëniet, në lidhje me shtëpinë, me familjen,
por edhe në lidhje me punën tuaj dhe nga ana ekonomike. Disa prej jush mund të kenë lidhje me çështje dhe gjyqësore të ndryshme. Mund të ndryshojë diçka, mund të ndryshojë një ligj, mund të ndryshojë një lajm që e keni pritur, dëshironi të shkoni drejt kësaj, ndiheni pak të zhgënjur, por gjithsesi ju do harrini të vini drejtësinë, të jepni zgjidhje një situate. Kjo mund të ketë lidhje me dokumentat, me çështje të ndryshme gjyqësore, varet nga situatat që ju keni. Gjithsesi, është një javë fantastike me ndryshime në jetën tuaj. Duhet keni pak kujdes në mesin e javës, sepse mund të lindin dhe disa diskutime dhe tensione aty, gjithsesi do të jepni zgjidhje situatave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë kemi energji të shenjave të ajrit, jeni ju vetë, energji të shenjave të ajrit dhe energji të shenjave të ujit. Shoh një sekret, një të fshetë, ose ju ndiqni në mënyrë sekrete pak, në mënyrë të fshetë, në lidhje me një person, një dashuri, ose një person ju është duke ju vrojtuar në mënyrë të fshetë. Shoh që jeni duke menduar për të bërë një fillim të ri, ose të keni disa diskutime me këtë person. Dhe unë shoh që është një person që ka shumë emocione në lidhje me ju. Ndërsa për pjesën tjetër, gjatë fillimit të javës, mund të zbuloni diçka në lidhje me disa negociata, me disa diskutime që do keni gjatë kësaj jave, mund të jenë në lidhje me familjen, mund të jenë në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike ose te vendi punës. Gjithsesi, shoh që ju keni marrë eksperjenca dhe do përdorni më tepër pjesën e logjikës në lidhje me diçka, nuk e di, por mund të jenë diskutime të fshehta, mund të jenë negociata të fshehta që do keni gjatë kësaj periudhe, dhe shoh që do ndiheni shumë mirë, do keni lajme të mira. Kjo ka vlerë edhe në lidhje me studimet, në lidhje me dokumenta të ndryshme, ku ju diçka do bëni në mënyrë pak të fshehtë, në mënyrë pak sekrete, dhe kjo ka lidhje me institucionet. Mund të jenë institucione shtetërore, institucione private, por gjithsesi ka lidhje me dokumenta të ndryshme. Ju mund t'i merrni që nga dokumenta patenta, ose mund të jenë dokumenta shtëpie, dokumenta leje qëndrimi, dokumenta për largime. Gjithsesi shoh që është një lajm shumë i mirë që do t'ju gëzoj, dhe kjo ka lidhje me shtetin. Ose mund të jenë çështje dhe situata të ndryshme ligjore që mund të keni. Por shoh që ose ju do përdorni një strategji, ose do mësoni një të fshetë, ose do tregoni shumë sekret në lidhje me diçka që ju dëshironi ta bëni pak në mënyrë sekrete. Gjithsesi, është një javë fantastike, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Atëherë kemi të bëjmë energji të shenjave të ujit, energji të shenjave të zjarit, dhe kemi energjinë e karrocës, që është energjia juaj. Gjithsesi, në fillim të javës, ju shoh që bini pak të trishtuar, jeni përqendruar në humbjen e një personi, humbjen e një dashurie, ose humbje të ndryshme, mund të jenë humbje ekonomike, mund të jenë humbje të mundësive që ju mund të keni pasur, ose jeni përqendruar në një lloj në dështime të ndryshme që mund të keni pas në jetën tuaj. Gjithsesi, këtu ka këshilla, lërini gjërat të rrjedhin dhe shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë gjatë fillimit të kësaj jave. Sepse jeni përqendruar kaq shumë aty, mundësitë i keni nga mbrapa, por ju nuk i shikoni sepse jeni përqendruar te gjëra të humbje nga e kaluara juaj. Gjithsesi keni mundësira. Ju shoh që mund të keni disa tensione gjatë mesit të javës, mund të jenë tensione në lidhje me një person, në lidhje me në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, ose te vendi punës. Për një pjesë tjetër mund të ndjeni një konkurrencë te vendi punës në mundësitë që do t'ju jepen për një punë, ose për një projekt, për një bashkëpunim.
Dhe aty do ndjeni që ka shumë konkurrencë. Gjithsesi unë ju shoh që ju do luftoni për veten tuaj, për të fituar në këtë konkurrencë që mund të jetë te vendi punës ti, ku ju mund të jeni. Dhe në fund të javës shoh që ju do arrini të jepni drejtim emocioneve tuaja. Mund të ndjeni një konkurrencë në dashuri dhe ju do luftoni në lidhje me një person që vërtet e dëshironi. Dhe shoh që ju do arrini të jepni drejtim çdo situate. Ju do të jepni drejtim anës tuaj emocionale. Në fund të javës do të jepni drejtim familjes, shtëpisë tuaj, fëmijëve tuaj. Do të jepni drejtim mundësive dhe ofertave që do keni gjatë fillimit të kësaj jave, por do të jepni drejtim dhe projekteve të ndryshme që mund të keni, bashkëpunimeve të ndryshme. Kjo ka lidhje me çfarë do lloj gjëje? Ka lidhje me familjen, me shtëpinë, me parat, me punën tuaj, në lidhje me situata që mund të kenë lidhje me prona të ndryshme që mund të ketë edhe një lloj konkurrence dhe aty. Gjithsesi është një javë fantastike, e rëndësishme është që ju në fund të javës i jepni drejtim vetes tuaj, ju do luftoni për të fituar në një lloj konkurrence që mund të keni si në dashuri, në punë, nga ana ekonomike, por dhe çfarë do lloj situate. Thjesht dilni nga energjia e përqendrimit te gjërat të së kaluarës. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë që kemi. Jemi te energjia e shenjave të ujit, të tokës, jemi te energjia e shenjave të zjarit dhe jemi te energjia e shenjave të ajrit. Atëherë ju shoh në fillim të kësaj jave, ju do jeni shumë të pastër, shumë të sinqert, do tregoni shumë të vërtet në lidhje me çështje dhe situata, në lidhje me emocionet tuaja, në lidhje me gjërat që ju dëshironi, në lidhje me anën ekonomike, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me familjen, me shtëpinë, me fëmijët, por edhe me punën tuaj gjatë fillimit të javës. Dhe në mesin e javës ju shoh që ju do arrini të stabilizoni situatat. Në qoftë se në fillim të javës ju do tregoni shumë të sinqert, shumë të vërtet, do tregoni emocionet tuaja në lidhje me një dashuri, me një person, atëherë unë shoh që keni një takim me këtë person. Do të ndjeni shumë entuziazm, do jeni duke e festuar, dhe shoh që do jeni duke menduar në fund të javës, në lidhje me këtë person. Do t'ju lej pak pa gjumë, kjo situatë, do jeni duke menduar në lidhje me dashurinë, me njohje, lidhje, por dhe me marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, mund të shprehni diçka ose të jeni të vërtet në lidhje me çështje dhe situata që kanë lidhje me shtëpinë, me familjen. Ndoshta ju dëshironi të bëni, do tregoni dhe emocional gjatë kësaj jave, dhe ju shoh që ju do arrini të stabilizoni çështje dhe situata të ndryshme, në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, në lidhje me punën tuaj, do keni festime aty, sepse ky stabilitet do t'ju bëjë që ju të ndjeni mirë, por do ndjeni të vërtet me veten tuaj. Dhe shoh që në fund të javës ndoshta do jeni duke menduar edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Këto mund të kenë lidhje në lidhje me studime, në lidhje me anën shëndetësore, në lidhje me stabilitetin që ju kërkoni, që ju do të arrini në mes të javës, mund të ketë lidhje me dokumentat, me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me dokumentat të ndryshme, me shtetin, me ligjin ose diçka tjetër. Gjithsesi është një javë fantastike, ju do jeni të vërtet me veten tuaj emocionalisht, por edhe materialisht. Dhe do arrini të stabilizoni çështje dhe situata të ndryshme, thjesht fundi javës ju do jeni në mendime, domethënë në gjendje pagjumësi, duke menduar rreth situatave dhe çështjeve të ndryshme që keni. Është një javë fantastike edhe në lidhje me ju. Atëherë mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal.
Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, në fillim të javës jemi te energjia e shenjës së luanit, energjia e shenjave të ajrit dhe jemi te energjia e shenjave të tokës. Gjithsesi në fillim të javës që jeni dhe ju vetë, në fillim të javës ju shoh që ju keni kaluar shumë sfida në lidhje me një njohje, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por unë shoh që ju do gjeni forcën, do përqafoni forcën që keni brenda vetes duke qenë të vërtetë dhe duke pranuar gjërat, realitetin ashtu si është, për të ecur përpara. Kjo ka vlerë si në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por në rastin tjetër mund të keni kaluar sfidat e vendit punës, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Dhe kjo gjë do t'ju bëj që t'i lini mbrapa të gjitha këto dhe të gjeni forcën për të ecur para. Por në mesin e javës shoh që futeni në mendime negative, ndoshta mendoni negativisht në lidhje me një person, edhe pse i gjeni forcën brenda vetes, keni ngecur në mendime negative. Mendoni që kjo njohje mund mos eci, kjo marrëdhënie mund mos eci, ose ju jeni përqendruar në lidhje me punën tuaj, ju duket sikur gjërat nuk ecin si dëshironi ju, në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj. Ose për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, mund të ketë lidhje me studimet tuaja, me anën tuaj shëndetësore. Gjithsesi, unë ju shoh që rrugën e keni të hapur, thjesht e keni bllokuar veten në lidhje me mendimet negative që keni gjatë mesit të javës. Dhe në fund të javës keni nevojë për një meditim, për të pastruar energjinë e ngarkuar që do keni në mes të javës. Ndoshta duke bërë një pushim në një rast, në rastin tjetër duke medituar, dhe meditimin mund ta bëni në forma dhe mënyra të ndryshme, duke dalë në natyrë, duke dëgjuar një muzikë që t'ju relaksoj, duke qëndruar me veten tuaj, por shoh që ndoshta keni bërë dhe shumë durim në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Dhe është e nevojshme që ju të pastroni vërtet energjinë tuaj dhe për të marrë energjinë e nevojshme, sepse forcën e keni, duhet merrni dhe energjinë tuaj për të çuar gjërat para. Dhe këtë do ta merrni në çfarëdo lloj situate që ju t'jeni. Gjithsesi, është një javë fantastike sepse ju ngriheni mbi sfidat, mbi vështirësitë që keni, gjeni forcën tuaj dhe një pushim do t'ju bëj shumë mirë në fund të javës, një meditim ose diçka tjetër. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.